Efektet e para të pakënaqësive të aleantëve të Partisë Socialiste për mos ndryshimin e sistemit zgjedhor, duket se do të reflektohen që në takimin e parë të koalicionit të opozitës së bashkuar. Kreu i Partisë të Demokracia Sociale, Pascal Milo, në një intervistë për Ora News, deklaron se partitë e vogla nuk do të hyjnë në zgjedhje si një trup i vetëm, pa nënshkruar më parë një marrëveshje në të cilën të marrin garanci nga Partia Socialiste se do t'i trajtojë aleatët si partner. Gjatë ditëve të ardhshme, ne do të kemi takime intensive me drejtuesit e Partisë Socialiste, por edhe me partnerë të tjerë. Ne do të kërkojmë që të kemi një marrëveshje të shkruar dhe të respektuar. Ne do të kërkojmë ruajtjen e votës, respektimin e paktit që do bëjmë, që të jemi realisht partner. Nga ana tjetër, Milo zbulon se prej ditësh Partia Demokracia Sociale ka nisur takimet për hartimin e strategjisë për marrjen e sa më shumë votave në zgjedhjet e 2013-s. Kemi disa ditë që kemi filluar në mënyrë intensive, do të mbledhim në bazë të një kalendari gjitha strukturat drejtuese të partisë në qendër dhe në rrethe. Në zgjedhjet e fundit, PDS denoncoi vjedhjen e votave, fakt që sipas Milos nuk do të lejohet të ndodhë edhe në votimin e ardhshëm.